Drejtori i klinikës, Igor Mergjanovski, ka njoftuar se pacienti i cili u transportua nga Turqia pas një dëmtimi të rënd të palcës kurrizore është në gjendje stabile. Ai bëri të ditur se parametrat jetësor janë mirë dhe se pacienti është jashtë rrezikut për jetën. Mergjanovski po ashtu tha se pacienti është i vetëdijshëm, komunikues, merr frymë në mënyrë të pavarur dhe tashmë ka filluar të ushqehet. Gjithashtu, në njësinë e kujdesit intenziv po zhvillohet edhe terapi fizikale. Pacienti është në gjendje të mirë, parametrat jetësore janë stabil, dje kishte temperaturë të ngritur, por të gjitha analizat e kryera rezultuan negative për infekcion. Me shumë gjas bëhet fjalë për një reagim ndaj transportit dhe operacion të mëparshëm, që nga sot ai ka filluar të ushqehet dhe kemi përmirësim të gjendjes së përgjithshme. Sipas tij, gjatë javës së ardhshme, pritet që pacienti të transferohet në repartin e traumatologjisë, ku do të vazhdojë rehabilitimin intenziv dhe më pas në një qendër të specializuar për rikuperimin e mëtejshëm. I pyetur nga gazetarët nëse gjatë kësaj vere janë regjistruar raste të lëndimeve të rënda si pasojë e kërcimeve në ujëra të cekëta, Mergjanovski tha se këtë vit në klinik nuk janë trajtuar pacient me lëndime të tilla, përveç pacientit që u lëndua në Turqi. Ai theksoi se fushatat parandaluese për sjellje të sigurtë të rinjët duhet të vazhdojnë me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit si te fëmijët ashtu edhe te prindërit.